ku njësia policori ka dhënë urdhër mos të vendosur dhe i njëjti ka refuzuar urdhrin verbal. Nuk ndjehem përgjegjës dhe mbetem pranë mbrojtjes me shkrim nga ana e avokatit. Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, është paraqitur sot në gjykatën themelore në Mitrovicë në cilësinë e të pandehurit. I njëjti është dëgjuar për kundërvajtjen mos përfillja e urdhrit të lehtëshëm. Sipas gjyqtarit të Lëndës Bujar Gjosha, kryetari kishte tentuar ta vendosë një baner, mes rast është hasur nga policia e Kosovës dhe kanë urdhëruar që mos ta bënte një gjë të tillë. Mirë po i njëjti nuk e kishte përfillur urdhrin e policisë. Lidhur me këtë, Radojević tha se nuk është përgjegjës. Ndërkaq policia e Kosovës kishte konfirmuar për Kallxo.com se baneri ishte tentuar të vendosej në kohën e Krishtlindjeve ortodokse. Mirëpo organet e rendit kanë vrejtur se krahas thirrjeve fetare, ky baner përmbante edhe mbishkrimin lista serbe, po ashtu edhe ngjyrat e flamurit të Serbisë. Dhe kjo ishte arsyeja që fillimisht nuk u lejua të vendosej afër shtatorës së Callazarit në Mitrovicë të Veriut. Ndërkaq, kur Milan Radojević bëri kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për vendosjen e këtij banere, e njëjta është aprovuar. Baneri u vendos përsëri, mirë po pa mbishkrimin lista serbe dhe pa ngjyrat e flamurit të Serbisë. Është hasur duke tentuar të vendoste një baner dhe aty është takuar nga njësia patrolluese, si stacioni ku njësia policori ka dhënë urdhër mos të vendosur dhe i njëjti ka refuzuar urdhrin verbal. Gjykata njofton pandehurin se pranimi i përgjegjësisë në këtë fazë merret si rrethon lehtësuese. Në rast se pranoni përgjegjësi, ju nuk keni të drejtë Nemate pravo të parashtroni ankesë lidhur me vërtetimin e gabuar apo jo të plot gjendjes faktike, ndërsa ju keni të drejtë të parashtroni ankesë lidhur me vendimin e në rast se nuk e pranoni përgjegjësinë, atëherë gjykata do të caktojë shërbimin kryesor. Nuk ndjehem përgjegjës dhe mbetem pranë mbrojtjes me shkrim nga ana e avokatit. Lidhur me kundërvojtjen e tyre, atëherë gjykata nxjerr këtë akt. Caktohet seanca shurtimi kryesor me datën 25 mars 2026 nga ora 14